Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Lushnja i dha lamtumirën e fundit sot aktorit dhe regjizorit Gjergji Lala me homazhet që u mbajtën në nder të artistit që la gjurmë në teatr dhe kinematografi. Homazhet për ndarjen nga jeta e aktorit dhe regjizorit të njohur lushnjar Gjergji Lala u mbajtën sot në ambientet e Muzeut Historik të qytetit. Familjar, miq, koleg, ardashës dhe qytetarë të shumt ju bashkuan homazheve për t'i dhënë lamtumirën e fundit artistit, duke vlerësuar si një nga figurat më të spikatura të kinemas dhe teatrit shqiptar dhe krenaria e qytetit të Lushnjës. Djali i tij Claudio Lala dhe kunati Bashkim Çollaku me së dhimbjes ndan kujtime nga jeta e tij, sidomos pas emigrimit në Itali, ku Gjergji Lala vijoi karrierën artistike duke interpretuar role në filma dhe produksione italiane. Claudio tregoi sa amaneti i fundit i teatrit ishte të rikthehej dhe të prehej në vendlindjen e tij në Lushnjë. Bëri gjithë ato sakrifisa për ne fëmijë, na arriti në shkollë, në kampin në fushën të tij artistik, edhe në Itali punovi si aktor, si regjisor teatral, edhe ka bërë të ato filma edhe me Al Pacinon, me Ricky Tognazzi, me gjithë aktorë italianë dhe internacional. Edhe e ka patur gjithnjë atë dëshirën të interpretoj personazhe të ndryshme. Atë që në Shqipëri e ka patur si një pasion që nuk e ka lënë asnjëherë, edhe kur ishte në këtë moshë nuk e ka lënë asnjëherë. Amaneti i babit ishte të kthehej në Shqipëri, të varroseshe këtu në Lushnjë, e kishte dëshirë, edhe ne u munduam t'ja bënim edhe tash është në Lushnjë ku donte të ktheheshe. Ka qenë i veçantë në rolet e tij. Unë kam patur takime individuale me aktorë të mëdhenj, me Kadri Roshi, me Garancieriu, me Timo Flokun dhe ma kanë cilësuar djeli si njeri me diksion të veçantë. Lushja do më tha një premocion, por unë vërtet jam punat e tij, kam qenë një vllai vërtet i tij. Kolegu i tij, regjizori Tasin Demiraj me slotëve kujtoi bashkëpunimin dhe miqësinë shumëvjeçare me Gjergji Lalën, duke e cilësuar atë një artist të rrallë dhe një njeri me vlera të mëdha njerëzore. Gjergji e një që të vogël. Kur vajte në shkollë, mbaroi me shumë sukses. Shkollë me lartë. U bë kino aktor regjizor teatr, dhe doli me sukses. Ishte jo më pak, thova që zele e madhe dhe gjegjën teatri i madhe. Ta janë të Lushnjës, të tjerë ka, sa duesh. Por një peshk ishin të dy. Me dhe shumë kejti iku i ri. Edhe kryetarja e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa, shprehu ngushëllime, duke vlerësuar figurën e Gjergji Lalës si një nga personalitetet më të dashura të qytetit dhe të kulturës shqiptare. Me ndarjen e tij nga jeta, Lushnja, Shqipëria humbi një prej artistëve më të talentuar, por patjetër dhe një prej personaliteteve me vlera më të larta njerëzore. Ai do të mbetet në memorien e kulturës dhe të krenarisë së Lushnjës sonë. Aktori dhe regjizori Gjergji Lala u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë në moshën 79 vjeçare. Me interpretimet e tij në teatr, film dhe televizion, ai la një trashëgimi të çmuar artistike, ndërsa emri i tij do të mbetet përherë pjesë e historisë së artit shqiptar. Dezinsektohet myzeqeja kundër mushkonjës tigër, kryesisht Divjaka, Semani, Darzeza dhe Fieri. Specialistët e shëndetit publik janë në terren në të gjithë qarkun e Fierit. Mira hektar laguna, parqe dhe kanale, si dhe dhjetra bodrume puseta, po dezinsektohen në qarkun e Fierit nga specialistët e shëndetit publik në të gjithë territorin. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më rrezikshme është mushkonja tigër, e njohur si vektori përhapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave të larvave, që janë kryesisht parqet, lagunat dhe kanalet vaditse. Faza e dytë që ka nisur sot është hedhja e insekticidit biologjik për të zgjesuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume puseta.
Është një proces i cili zhvillohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Fier, kryesisht në zonat legatinore bregdetare, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me operatorin ekonomik. Fokusi jon kryesor janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të ndonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat burim infeksioni. Zakonisht jemi në luftimin e moshkonjës tigër, e cila bën të përhapur, është vektor kryesor për përhapjen e sëmundjeve infektive. E famshmja e fentanilit, ajo është një nga sëmundje, por mund të shfaqet dhe malarie. Sot jemi në procesin e dezinsektimit. Një ditë më përpara kemi bërë monitorimin entomologjik, kemi ardhur, kemi numëruar larva që ndodhen në kanal dhe më pas sot do bëjmë procesin dhe më pas është edhe një fazë 3 që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar i suksesshëm apo jo. Zonat me sipërfaqen më të madhe ku po kryhet dezinsektimi janë Divjaka me 11 hektar parqe e lagun, Semani dhe Darzeza me 3 hektar dhe Fieri me 1 hektar. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 hektar kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si dhe qindra metra katror bodrume dhe puseta. Dezinsektimi është një proces që nis në shtator dhe përfundon në fund të tetorit, një masë domosdoshme, jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të pushuesve, por të banorëve në Myzeqe, e njohur për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën si përhapës të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgiminë e anemisë mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes. Pensionet indeksohen me 2.7% nga një korriku. Rriten përfitimet për rreth 900.000 qytetar, njoftoi ministrja Delina Ibrahimaj. Rreth 900.000 pensionistë dhe përfitues të skemave të sigurimeve shoqërore do të marrin pagesa më të larta duke nisur nga data një korrik, pas vendimit të qeverisë për indeksimin e pensioneve dhe përfitimeve me 2.7%. Vendimi u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe u prezantua nga Ministre e Ekonomisë Delina Ibrahimaj. Indeksimi synon të kompensojë rritjen e çmimeve dhe efektet e inflacionit, i cili këtë vit ka kaluar nivelin 3%, indikuar dhe nga zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme, që sollën rritje të çmimeve të karburanteve dhe produkteve të tjera. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam 2 herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor, indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhte gjithmonë atë muaj, që prej këtij viti që kanë ata një korrik në vitin 2026, pra ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Sipas përllogëritjeve, pensioni mesatar urban i pleqërisë, që në fund të vitit 2025 ishte 20.123 lek, do të rritet me 543 lek në muaj, duke arritur në 20.666 lek. Ndërkohë pensioni mesatar rural nga 11.878 lek do të rritet me rreth 320 lek, duke shkuar në afro 12.198 lek në muaj. Përveç pensioneve të pleqërisë, me të njëjtën normë prej 2.7% do të indeksohen dhe pensionet e veçanta dhe përfitimet e barlindjes. Ky është indeksimi i dytë brenda vitit dhe rezulton me 0.2%, më i lartë se ai i zbatuar në tetor të vitit të kaluar, kur pensionet u rritën me 2.5%. Blegtoria është në rënje të vazhdueshme. Sektori humbet mira kryer bagti nga mungesa e fermerëve dhe vështirësitë ekonomike. Sektori blegtorisë në Shqipëri po përballet me një tkurrje të vazhdueshme të numrit të krerëve, duke reflektuar krizën që ka përfshirë një nga degët më të rëndësishme të bujqësisë. Të dhënat zyrtare për vitin 2025 tregojnë se pothuajse të gjitha kategoritë bagtive kanë shënuar rënje, ndërsa ekspertët e lidhin këtë situatë me plakjen e popullsisë rurale, mungesën e interesit të rinjve dhe vështirësitë ekonomike të fermerëve. Sipas statistikave, numri i përgjithshëm i krerëve të bagtive ra me 3.8% krahasuar me vitin 2024.
Rënja më e ndjeshme është regjistruar tek të imtat, ku numri deleve dhe dhive ul me 56.000 krerë ose rreth 3%, ndërsa sektori derrave pësoi goditjen më të fortë me një tkurrje prej 28% nga 104.000 në vetëm 75.000 krerë brenda një viti. Edhe popullsia e shpendëve vijoi prirjen rënëse duke shënuar një ulje prej 1%, ndërsa gjedhët përbëjnë të vetmen kategori që ka dhënë shenja të lehta rimëkëmbjeje. Numri tyre u rrit me rreth 3.000 krerë gjatë vitit 2025, duke arritur në 275.000, ose rreth 1% më shumë se një vit më parë. Në kontrast me këtë panoram, bletaria vazhdon të jetë sektori më dinamik. Numri koshereve u rrit me 58.000, duke arritur në 645.000, ose 10% më shumë krahasuar me vitin 2024. Në një analizë afatgjatë, situata paraqitet edhe më shqetësuese. Nga viti 2021 deri në vitin 2025, numri gjedhve dhe të imtave është ulur me 18%, ndërsa numri derrave është përgjysmuar me një rënje prej 53%. Ekspertët e lidhin këtë tkurrje me faktorin demografik, pasi shumë fermerë të moshuar po e praktisin aktivitetin për shkak të vështirësive fizike, ndërsa brezat e rinj nuk po e shohin blegtorin si një sektor tërheqës për të investuar. Situata rëndohet edhe nga kostot e larta të prodhimit dhe vështirësitë për të shitur produktet me çmime konkurruese, duke e bërë mbajtjen e bagëtive gjithnjë më pak fitimprurse. Nëse kjo prirje vazhdon, blegtoria shqiptare rrezikon të përballet me një tkurrje dhe më të thellë në vitet e ardhshme, me pasoja të drejtpërdrejta për prodhimin vendas dhe sigurinë ushqimore. Evropa ndodhet nën pushtetin e të nxehtit ekstrem, thyhen rekorde temperaturash dhe shtohen viktimat. Evropa po përballet me një nga valet më të forta të nxehtit të regjistruara ndonjëherë me temperatura rekord, viktima në rritje dhe ndërprerje të shumta të aktiviteteve publike në disa shtete. Në Gjermani u regjistrua temperatura më e lartë në histori, 41.3 gradë Celsius në qytetin Saarbrücken, ndërsa rekorde të reja për muajin qershor u shënuan edhe në Belgjik dhe Holand. Në Mbretërinë e Bashkuar temperatura arriti në 37.1 gradë Celsius. Sipas vlerësimeve, rreth 150 milion banor në Evropë u ekspozuan ndaj temperaturave mbi 35 gradë Celsius gjatë të premtes, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se fundjava mund të sjellë rekorde të reja në Çeki, Austri dhe vendet e Ballkanit. Shkencëtarët e World Weather Attribution theksojnë se kjo është vala më e ashpër e të nxehtit e regjistruar ndonjëherë për këtë periudhë të vitit, me temperatura 5 deri në 12 gradë mbi mesataren sezonale. Sipas tyre, ndryshimet klimatike po e bëjnë Evropën kontinentin që po ngrohet më shpejt në botë. Pasojat për shëndetin publik janë të rënda. Në Spanjë, sistemi kombëtar i monitorimit MOMO raportoi 327 vdekje të lidhura me temperaturat e larta vetëm brenda 5 ditëve, ndërsa në Francë autoritetet paralajmërojnë për rritje të numrit të viktimave dhe kanë aktivizuar planet e emergjencës në spitale për shkak të mbingarkesës. Po në Francë, numri viktimave nga përmbytjet gjatë kësaj periudhe ka arritur në 55 persona. Temperaturat ekstreme kanë sjellë edhe tragjedi të tjera. Në Marseille, një foshnjë 18 muajshe humbi jetën pasi u la në një automjet të mbinxehur, ndërsa raste të ngjashme janë raportuar edhe në Paris dhe Carpentras. Për shkak të rrezikut të lartë, autoritetet kanë anuluar ose shtyrë një sër aktivitetesh publike. Në Paris u shtyn parada e krenarisë dhe festivali muzikor Solidays. Në Holand u anulua festivali Defqonji, ndërsa në Gjermani u anulua edhe gjysmë maratona e Hamburgut. Vala e të nxehtit kanë ndikuar edhe në transport dhe energji. Një tren Eurostar me rreth 400 pasagjerë mbeti i bllokuar pranë Brukselit, ndërsa në Zvicër termocentrali bërthamor Beznau ndaloi funksionimin e 2 reaktorëve për shkak të temperaturave të larta të ujit të lumit që përdoret për ftohje. Në Spanjë, megjithse temperaturat kanë nisur të ulen, një zjarr i madh pyjor pranë Barcelonës detyroi rreth 16.000 banor të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ndërsa policia arrestoi një person të dyshuar për zjarrvonje të qëllimshme. Ndërkohë, studiuesit zviceran paralajmërojnë se temperaturat rekord po përshpejtojnë shkrirjen e akullnajave alpine, duke bërë që rezervat e borës të shterojnë disa javë më herët se zakonisht dhe duke rritur shqetësimet për pasojat afatgjata të ndryshimeve klimatike. OpenAI përditson ChatGPT. GPT 5.5 instant bëhet më i zgjuar dhe falas për përdoruesit. OpenAI ka prezantuar një përditësim të rëndësishëm për ChatGPT, duke përmirësuar modelin GPT 5.5 instant, i cili tashmë është modeli standard i platformës dhe ofrohet falas për përdoruesit. Përditësimi synon ta bëjë inteligjencën artificiale më të saktë, më të besueshme dhe më të aftë për të kuptuar kontekstin e bisedës.
Sipas OpenAI, GPT 5.5 instant është përmirësuar ndjeshëm në trajtimin e pyetjeve komplekse dhe në përshtatjen me ndryshimet gjatë një bisede. Nëse përdoruesi shton kushte të reja ose korrigjon një përgjigje, modeli arrin të kuptojë më shpejt kontekstin dhe të japë përgjigje më të sakta pa përsëritur informacionin e mëparshëm. Testimet e brendshme të kompanisë tregojnë se versioni i ri prodhon më pak përgjigje të pasakta ose të sajuara krahasuar me modelin paraardhës, duke rritur besueshmërinë e informacionit që u ofrohet përdoruesve. Një tjetër përmirësim lidhet me kuptimin më të mirë të vendodhjes së përdoruesit. Kjo i mundëson ChatGPT të japë rekomandime më të përshtatshme për restorante, produkte, shërbime apo alternativa lokale, veçanërisht gjatë udhëtimeve apo kërkimeve sipas zonës. OpenAI thekson gjithashtu se përgjigjet e GPT 5.5 instant janë bërë më natyrale, më të qarta dhe më pak mekanike. Modeli është optimizuar për të dhënë përgjigje më të shkurtra dhe më të drejtpërdrejta pa humbur informacionin thelbësor. Përditësimi është shpërndarë tashmë për përdoruesit e ChatGPT dhe zëvendëson modelin e mëparshëm si modeli standard i platformës, duke sjellë një përvojë më të avancuar dhe më efikase në përdorimin e inteligjencës artificiale. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.